Kontrolli i lartë i shtetit kremtoi 100 vite të ekzistencës së tij si një institucion që rrit transparencën dhe llogaridhënien. Në fjalën e tij, kreu i këtij institucioni Arben Shehu theksoi se kontrolli i lartë i shtetit do të vijojë të përmirësojë kushtet dhe efikasitetin e tij. 100 vite histori nuk janë thjesht një udhëtim për të përkujtuar, por është një bazë e fortë për të ndërtuar të ardhmen. Kontrolli i lartë i shtetit do të vazhdojë të përmirësojë kapacitetet profesionale, të adoptojë teknologji moderne dhe të qëndrojë në dobit interesit tonë të përbashkët. Se kontrolli i lartë i shtetit do të qëndrojë besnik ndaj misionit të tij kushtetues, në sinkron me interesin e shtetit dhe në thelb me interesin e çdo shqiptari. Vlerësim pati edhe kryeparlamentare Elisa Spiropali, e cila po ashtu garantoi mbështetje për kontrollin e lartë të shtetit. Kuvendi do të vazhdojë të mbështesë kontrollin e lartë të shtetit si institucion kushtetues, një partner në përpjekjet tona për zhvillimin dhe rritjen ekonomike, për të rritur performancën financiare, për mbështetjen e sundimit të ligjit, mirëqeverisjes dhe për të përshpejtuar ritmet e integrimit evropian të Shqipërisë. Pavarësia e institucioneve është një përmasë jetike e mirë funksionimit pushteteve në sistemin demokratik, po aq sa edhe përgjegjësia, transparenca dhe llogaridhënia e tyre. Prandaj deviza e bashkëpunimit ton përmbledhet në 3 fjalë: pavarësi, mbështetje, partneritet. Kontrolli i lartë i shtetit në sajt raporteve të erpasershme ka bërë që shumë zyrtar të vijnë përpara përgjegjësisë ligjore.